herë ajo që është më shqetësuese shikon edhe klerin fetar, që ka marrë frenat në dorë dhe është vënë në konkurrencë të fortë me gazetarët se kush prej tyre do të marrë më shumë klikime. Dhe kleri fetar që na jep mendje se si duhet të vishemi, si duhet të puthim, kë duhet të dashurojmë, kler fetar që kanë kisha dhe xhamia bosh, por dalin ekraneve dhe japin mend se si do të sillemi në jetën tonë të përditshme sociale. Kler fetar që shqetësohet pse dikush bën botoks apo dikush dashuron brenda të një të zgjini dhe po ta vësh re, sa më shumë dhe sa më egër flet kleri fetar, aq më shumë shtohet numri burrave me fustan dhe me paruke. Pra, që kur kleri fetar ka marrë frenat në dorë, frenat e medias, rrjeteve sociale, më thuaj, është rritur numri i transseksuale apo është zvogëluar? Kjo është arsye? Më thuaj, që kur kleri fetar është bërë kaq radikal, është rritur numri i divorceve apo është paksuar? Më thuaj, numri i prostitutave është rritur apo zvogëluar? Pra, që nga momenti që fjala jote shkon në vesh të shurdhër, pse del? Dhe ajo që është më shqetësuese, po ti studiosh, se mua më pëlqen dhe antropologjia, ose unë personazhet e mi të shkrimeve të mi analizoj me detaje, shumica prej tyre kanë brenga nga fëmijëria, kanë një dashuri të ndërprerë me brenda llojit, kanë një pjesëtar të familjes që ka devijuar seksualisht dhe në sy të botës duan na tregojnë që shikoni, ne jemi korrekt. Ne të dërguarit e Zotit, se ç'lidhje ka Zoti me rrugën e Kavajës apo me lagjen e Akilit, nuk arrita kuptoj. Kishe bërë dhe një shkrim për Akilin kur thoje. Unë kam mik. E ke mik? Dhe jam shokuar nga mënyra si Akili ka marrë frenat e familjes korrekte shqiptare. Thua ti se ne vim nga familje, nga rruga, nuk kemi prindër, nuk kemi dashuruar kur, nuk e dim çfarë është të duash seksin tjetër. Pra, mirë që erdhën këta, Akili, ky hoxha i rrugës Kavajës, se s'më kujtohet emri. Dhe këta janë shpëtimtarët. Dhe pse pikërisht zgjodhi Zoti Ahmedin dhe Akilin? Pse nuk më zgjodhi mua dhe ty? Edhe unë banoj të rrugë e Kavajës, po pse pikërisht zgjodhi atë? Është më i bukur se mua? Është më i gjatë se mua, është më i arsimuar se mua, është më i lexuar se mua, më i shëtitur se mua, më aventurier se mua. Pse? Pra, kjo lloj hipokrizie duhet të dalë jashtë qarkullimit me çdo lloj çmimi.